Po e nis këtë rrëfe me disa fotografi personale nga viti 1984. Kur isha vetëm 2 vjeç. Një fëmijë që nuk dinte se pas kurrizit e tij ishte një prej ndërtesave që më vonë do të ma gjepste çdo vizitor. Një prej objekteve që do të shndrohej në simbol të identitetit ton kulturor. Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Gjithçka nisi më 12 gusht të vitit 1974. Kur u hodhën themelet e një ëndre, 8 vite punë të pandërprera, 42 kompani të angazhuara, qindra duar që punonin ditë e natë për ta ngritur këtë objekt masiv. Historisë nështë. Kur ka fillu ndërtimi dhe qysh erdhi që me u bo biblioteka, një biblioteke e tillë, cila sot e kësaj dite ka komente ndryshme, po një gjenerat e re nështë nuk e din historinë e saj. Po, fillimisht me thënë projektuesi kampusit universitar, arkitekti asaj kohe Bashkim Femio, i cili e ka projektu dhe ideu këtë kampus në baza po në sajet të kampusit Freie Universitet të Berlinit. Ka mendu që në qendër të kampusit universitar me qenë një bibliotek grandioze dhe një amfiteatr i hapur. Për këtë amfiteatri nuk është realizu asnjëherë, po biblioteka po. Për krijimin e kësaj biblioteke, ai fillimisht i ka pa projektet e zotit e arkitektit Andrija Mutnjaković, punën e cilit e ka pëlqy, po i cili në fakt nuk ka pas asnjë projekt madhor të realizuar, sepse nuk janë aprovu. Për shkak të modernizmit, futurizmit. Ka qenë ashta para kohës. Para kohës, i parakohshëm. Edhe një projekt i ngjashëm me bibliotekën kombëtare është prezentu paraprakisht si projekt i bibliotekës së Sarajevës. Zoti Femio e ka pa atë projekt, e ka pëlqy, edhe e ka ftu direkt, e kanë ftu direkt sekretari i lidhjes komuniste të asaj kohe, është ftu direkt zoti Mutnjaković pa tenderet e sotme më pak këtu, që të projektoj bibliotekën kombëtare të Kosovës. Mutnjaković vetë në bisedat që unë i kam pas me ta vitin e kalum, thëtë se është ndje shumë i habitur dhe i çuditur se si është ftu nga krerët e shtetit në mënyrë kaq direkte. Ky po flasim për vitin 1970. Projekti ideor ka marrë kohë dikon 2 vite. Çka ka biblioteka kombëtare e Kosovës, unike ndoshta. Mutnjaković e shpjegon edhe në librat e tij, por e shpjegon edhe në për intervista, që qëllimi i tij ka qenë ndërthurja elementeve të rajonit, një lloj regionalizmi në arkitekturë, ndërthurja e elementeve tradicionale shqiptare, që kemi këto spiralet ilire për rreth këtu në hall. Këto janë të kohës, këtu kanë me prekurish. Këto janë të gjetura, të antikitetit ilir në rajon, fillimisht në një shpellë afër Prizrenit, elementet e arkitekturës bizantine, që janë kupolat, otomane faktikisht, dhe elementet të traditës romane në rajon. Qëllimi i tij ka qenë ndërthurja e kulturave që kanë bizotruar në rajon dhe krijimi i një regionalizmi, siç e thash, Mutnjaković thotë se ka dashur që të pasqyroj me këtë objekt, me këtë ndërtesë, ndërthurjen e këtyre kulturave dhe bashkëjetesën e tyre me shekuj,
njerëz kanë diskutu, është diskutu shumë, a jam plisa, si jam plisa, duhet me sqaru në ashtë. Po, ndashta mirë kështë. Çka ka thonë vetë arkitekti? Edhe unë i kam pas këto pikpytje, edhe më janë bo shumë herë pytje të ngjashme, po vitin e kalun, pa ta realizu, në fakt sa po pa ta marrë detyrën mas 2 jave, e pa ta vizitu zotin Mutnjaković në ateljen muzejt e ti në Zagreb. Edhe e pës pikrisht për kupolat, çka simbolizojnë kupolat. Sepse ne kemi këto legjendat, jo janë plisat, jo është kjo. Mutnjaković thot qartë, thot kupolat simbolizojnë trurin. Faktikisht në ronë trurin, sepse biblioteka është vend ku vjet lexohet, mësohet. Rrethoja apo mbulesa prej metali që e rrethon, shtresa jashtme që e rrethon bibliotekën, simbolizon zgjojnë e bletëve. Sepse ai ka mendu bibliotekën si një vend ku njerëzit, studentët dhe komuniteti i gjerë vjen për me mësu, për me fitu dije. Dhe nëpërmjet dijes njeriu ushqen, zhvillon trurin e tij. Kupolat, ai e thot që simbolizojnë trurin dhe zgjojnë e bletëve, sepse vinë si bletë pra thithin për thithin dijen. Nuk ka lidhje me plisin, po është diskutu, është debatu shumë për plisin ton dhe simbolike në tyre në kupol, po vetë Mutnjaković ka pas një ide tjetër. Ashtu si çdo krijem i madh arkitektonik, edhe kjo ndërtesë ka kaluar në përvaj lavdërimesh dhe kritikash. Por një gjë ishte thelbësore. Arkitekti i njohur Bashkim Femiu i kishte vënë një kërkesë drejt arkitektit kroat Mutnjaković. Mutnjaković thot se në atë kohë, do me thonë sa ka zgjatë ndërtimi i saj dhe ai ka qëndru në Kosovë, gjithmonë ka marrë kritika prej më të ndryshmeve, qoftë për gëzime, qoftë kritika negative për punën që është bo. Të përmendin një fakt të rëndësishëm që kur Bashkim Femiu arkitekti e ka ftu ta realizoj, ta projektoj këtë ndërtesë, i ka kërku që të mos kursehet në asnjë material, që të zgjedh materialet më të mira, më cilësore që mund të gjenden. Ndërtuesi ka qenë ndërmarrja të hershme Ramiz Sadiku dhe Tefik Çanga, në të dy këto kompani. Mutnjaković ka kërku që çdo element të miret, më cilësor, po të miret edhe brenda vendit, të jetë autentik i Kosovës. Shtresat këto që i shohin në poshtë janë marrë brenda Kosovës, në hapësirat tona që t'jenë autentike tona, ndërka që për kupolat thot se kanë kërku për kohë gjatë dhe janë marrë prej janë porosit prej një kompanie e vetmi atëherë që i ka posedu në Gjermani, në Hamburg të Gjermanisë. Arkitekti kroat u frymëzua thellë nga trashëgimia e shqiptarëve të mesjetës, nga ornamentet, gjeometria, gurët, si dhe struktura. Ky frymëzim e shndroi bibliotekën në një simbol të unitetit dhe identitetit arkitektonik me elementet tona. Mutnjaković është i lindur në Rijek, më thoni takon rajonit të Istrias. Edhe si fëmijë, babai vet e ka dërguar për vizitat shumëta në manastire dhe në kishat të rajonit Istrias. Atje ai është motivu prej punës Andrea Alesi. Andrea Alesi është një arkitekt i njohur kroat me prejardhje me origjinë shqiptare. Puna e Alesit, po, pikrish, para 450 vjetë, më thoni takon kohës Renesansës më shumë, edhe në arkitektur. Mutnjaković është motivu prej punës e Alesit, edhe vetët që karikat që sot ndodhe në bibliotekën kombëtare i përngjajnë konkretisht dhe me thonë karika të manastireve dhe të kishave në Kroaci, të cilat aje potencën jenë mjaftueshëm komode për të mësu dhe mjaftueshëm jo komode për mos me i zonë gjumi studentët. Edhe shumë elemente tjera faktikisht të manastireve kroate Mutnjaković i ka inkuadru brenda bibliotekës. Thuhet që Mutnjaković e përmendet dhe vetë që e ka pas shumë të rëndësishme ekon mrena bibliotekës, edhe zërimin ekon mrena amfiteatrit të madh, mrena amfiteatrit vogël, prandaj edhe kur marrin aktivitetet ndryshme muzikore, koncerte, biblioteka jonë është vendi ideal për koncerte, ndoshta solistike apo për këtë kategorinë e lartë të artit.
tashmë është koha të futemi në disa skuta me histori interesante. A e dini se jo vetëm presidenti i SBA-ve ka një zyre ovale. Kjo është ajo s'kodet, se jemi shumë të vjetër. Kjo është ajo që quhet salla ovale e bibliotekës kombëtare. Është një sallë e cila është dedikuar për takime. Edhe sot domethënë kryen të njëjtin funksion, janë marrë takime atëherë të udhëheqësisë së bibliotekës. Origjinale është atë? Origjinale, gjithçka që është origjinale pas atyne perdeve për diell, me thonë është një prej ambienteve cili ka rujt gjitha karakteristikat origjinale, tu fillu prej tapetit apo tepihut, i dizajnun me spiralet që i përmendem janë edhe në hall, po sepse çdo hapësirë, çdo dhomë apo hapësirë e bibliotekës ka pas tapetet me ngjyra të ndryshme, po ky është një prej tepijave që është rujt në formën më të mirë, më thonë autentike. Kjo është tavolina ovale, punune sipas dizajnit të arkitektit. Këto janë kariket, Qato kariket që i përmendem të modelit të manastireve katolike. Shumë kualitet. Po, realisht, po. Edhe tash me projektin e restaurimit bibliotekës kombëtare, gjithçka ka me met qysh ka qenë, po thjesht me një freskim apo me një forcim, me një konservim të elementeve autentike të bibliotekës. Të përmend një diçka që këtu në fotot që na i posedojmë në koleksionin tonë, janë disa fotot të drejtorëve. Drejtori i parë në këtë ndërtesë ka qenë Bedri Hysa, dhe janë disa foto në koleksionet tona ku është i rrethun Stephenson në takime, dhe atëherë pije duhan brenda, e kështu më dhe në kthejnë në një farë kohë të kalume. Edhe vetë Mudnjaković, kur na vizitoi vitin e kalum, tha gjithçka duket si më pas ndërtu dje. A unë emocionu kur e ardhë? Shumë. Edhe lëvizte në për gjitha hapësirat faktikisht në depo, në sallat e leximit, në çdo hapësirë, sepse është krijesa e tij, është ndërtesa më e famshme e tij. Dhe është një burr megjithëse 95 vjeç, më thonë shumë i kthjellë dhe shumë i dosh. Hajde po ikim pe këtu, shkojmë diku tjetër. Shkojmë. Amfiteatri Korridorët, që dridhojnë dritare që lëshojnë dritë në mënyrë më të pazakontë, të gjitha krijojnë ndjesinë se je brenda një bote tjetër. Këto kubzat e ka përmend vetë Mudnjaković, është hera e parë, më thonë, në punën e tij dhe në punën e arkitektëve të asaj kohe, cilat janë punu me kompjuter. Po flasim për vitin 1972. Dhe ai thotë se ka qenë interesant se kompjuteri ka pas një formë krejt tjetër, një format gjigant, më thonë, sepse janë vitet e 70-ta, më thonë, kur ka nisë më përdor në perëndim, po jo të ne, po ai e ka përdor dhe i ka kriju i ka dizajnu apo formatu me kompjuter, një teknologjike. Ky është amfiteatri, a? Amfiteatri vogël, mini amfiteatri, i cili është pjesë. Nuk ka qenë në funksion, po që po e shohim që është renovu pak, po besoj që kur të renovohet komplet në ndërtesë, atëherë do të më kthy edhe një farë origjinaliteti, cilën e ka pasur s'pishkojnë çto karrika. Dorën zemër, apo e nëse. S'pishkojnë. Sot biblioteka ruan afro 2 milion libra, 2 milion histori, 2 milion jetë e miliona frymë që kanë lexuar. Ndërtesa vetë është një labirint i bukur, me dhoma sekrete, shkallë të fshehta. Biblioteka nuk është vetëm gur dhe hekur, është një zemër që rreh, që mbledh, që ruan.
Biblioteka Kombëtare e Kosovës është në proces të digitalizimit i cili po bëhet. Kjo është një dhomë e erdhë ku skenohen gjitha materialet të cilat i kanë të librat ose çka do tjetër, që këtu po i shohim gazetat të cilat skenohen, digitalizohen edhe pastaj kemi në mënyrë elektronike me mujtë me i pa, jo me i shfletu, kështu që gjithmonë që ke zoja të punu, puna marë. Milat tashti, rendi është më shku në depo të bibliotekës me pa disa prej koleksioneve materiala që i kemi në fondin tonë. Se në gjithë kosh atë? Jo, atë është shumë strikte hyrja. Hynë vetëm këta që mbikëqyri me thënë depon dhe koleksionet e veçanta, se është trezori faktikisht. Sekreti. Sekreti, okej. Këtu jemi me thonë katët nëntoksorit e bibliotekës, ku ndodhet trezori, në trezori i bibliotekës, në cilin ruhen koleksionet e ralla të institucionit tonë. Ky trezor, apo kjo makineri është origjinale, si që është ndërtuar me thonë atë kohë, si vjetë i kemi rregullu komplet, me thonë se kemi pas disa problematika. Për ma shumë, mundet me ju folë udhëheqja e koleksioneve të veçanta Bedria. Qysh hapet? Që? Hajde. Kjo pjesën këtë kur kemi në lojt komplet. Po, se i kemi me numra dhe Okej. Ja këtu shumë sa për me kry funksionin. Këtu, se e hapim tani te librat e rallave të vjetra, pe qaj atje komplet. Jo, nuk pëmbyllë, atje pëmbyllë që këtu ma ne kena me funksionohet qëto. Zënë Bedria, sa vjetë të bëhen këtë institucion edhe është... Shumë vite. është qef edhe një Sigurisht. Puna jote është poshtë, zakonisht. Faktikisht unë e vi këtu çdo herë kur ka nevojë, kur kërkohen prej studiuzve, përdoruzve, materialet, për ndryshe pjesën më të madhe të kohës, domethënë e kaloj sipër, sepse kemi edhe obligime tjera. Këtu vim vetëm për ta tërhekur materialet të cilën kërkohen prej përdoruzve dhe gjithashtu për t'i kthyer, domethënë, që është shumë kënaqësi e madhe dhe privilegj njëkohësisht në biblioteka më ku krejt pothuajse gjitha njohuritë nga gjithë bota janë këtu, gjitha risit fillimisht vinë këtu, kështu që normal që është kënaqësi edhe privilegj. Unë punoj këtu prej vitit 2003, të librin më të vjetër për shembull e kemi prej vitit, po e kemi këtu. Hajde, me... Është libri i Marin Barletit i vitit 1533. Kjo është libri? Kjo është libri më i vjetër në Bibliotekën Kombëtare, domethënë libri i shtypur për ndryshe nga prej dorëshkrimeve, kemi një dorëshkrim oriental që është i vitit 1300 ca, por ky libër është dhuruar nga koleksioniste e njohur angleze, Patricia Nugji, e cila në vitin 2004 pati një ekspozit në bibliotekën tonë dhe me atë rast ja dhuroi bibliotekës tonë 2 libra, domethënë këtë që është libri më i vjetër edhe Plutarku, që gjithashtu është njësi e vjetër. Kjo është historia Skënderbeut, a? Po, historia Skënderbeut, jeta dhe të bëmat e tij, vitin 1533. Ky është i përkthyer nga latinisht, nga se fillimisht Marin Barleti ka shkruar në latinisht, mandej ky është përkthyer në gjuhën gjermane dhe ja.
Ka ilustrime të shumta. A do sa ka vlerë kjo edhe për ty? Po, kjo Dhe ka sa është si vlerë, për qelë po, ka vlerë emocionale, artistike, historike, kulturore. Skënderbeu gjithë e dim kush është heroi ynë kombëtar dhe përveç mburjes si hero, si kontribues, edhe normal edhe vjetërsia e tij, siç po e shihni, këto ruhen në kutia speciale, të cilat i kemi i kemi marrë vetëm për këtë qëllim. Këto janë kutia arkivore, do me thonë e mbrojnë nga drita, temperatura, lagështia, pluhuri, njëkohësisht. Do me thonë ruhen në kushte optimale, tamam sikur janë të domosdoshme letra dhe material libra tjera, brej letrës dhe lëkurës janë shumë të ndjeshme nga ndryshimet klimatike, po ashtu dhe pluhuri dhe agent tjerë. A duhet temperaturë caktuar me Po, qenë sigurisht. gjithë kohës? Po, vazhdimisht, këto e kemi edhe të monitoruara, siç po shihni këto kemi edhe monitort për ruajtjen dhe lagështinë. Duhet me qenë konstante, një temperaturë. Kjo është në kundërshtim pak sa ma e ftoftë të jetë temperatura, aq më e mirë, por lagështia çdo herë duhet jetë. Do me thonë, zakonisht mirët si temperaturë konstante, temperatura prej 17-18 deri në 20-21, varësisht plus minus. Ne kemi, fatmirësisht e kemi edhe klimatizimin, çdo herë përcjellim, çdo ditë bëjmë monitorimin e këtyre parametrave dhe varësisht nga zakonisht gjatë vërshimeve, lagështia relative ngritet më tepër, kështu që menjëherë marrim masa dhe ndryshojmë klimën varësisht prej temperaturës. Po, ruhen kushte optimale. Çka është kjo? Kombëtar. Edhe kjo? Kjo është një libër, Kontareni, gjithashtu e vitit 1573. Kjo është libri, ndër librat e parë, e vitit 1573, si që shefni, është i restauruar me letër japoneze. Po shihet, Po, do më thonë, kjo pjesa ka mungu plotësisht, me qenë se nuk ka pas shkrim, ne e kemi vendosur letrën, zakonisht gjatë restaurimit duhet kemi parasysh trashësinë e letrës, ngjyrën dhe përmbajtjen, për cilën thash do të informonim më në detaje. Kjo është gjithashtu një libër, është një libër latinisht, e cila ka hartën edhe për shqiptarë, do më thonë, për hartën e Shqipërisë. Besa, këtu e kemi diellin, që është pak nalt, kena problem, se une nuk kom qëllu e gjatë. Dielli, gazeta Dielli, e botuar e shtypur në Boston. Kjo është kopja? Jo, kjo është origjinali. Origjinali i? Po, i gazetës Dielli, e shtypur në Boston. Viti? Kjo koka e vitit 1954, po kemi edhe gazeta dhe ma vjetras. 23-ës e kemi më të re. Janë ato paketat maltë. Kjo është një revistë Hylli i dritës i vitit 1922. Kësi libra zbojnë, kësi kvaliteti, kështu, të gëzane si me dojë. Ja, qëfar kvaliteti. Forma vjetër, e arkivës, ku ruhen librat, ekzemplar të rallë, jemi në depon, jemi 2 katë poshtë Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Kjo është një pjesë ku ruhen, pjesën tjetër ishim edhe me zonin atje, ku është ma sofistikume, me dygne. Këtu është depoja përgjithshme e librave, do të thotë në momentin kur një person i caktum vjen nalt atje kërkon librin e caktum, atëherë prej këtu shkon libri nalt atje, po e shohim këtu, se cila normal që çdo libër që botohet në Kosovë
pa e pas biblioteka kombëtare nuk ka qare. Do të thotë i keni keq këtu. Këtu janë pajisjet vjetra, do të thotë kundra zjarrit, që janë dalë prej jashtë funksionit. Kjo për faktin se zot mos e bjerë, nëse ndodh zjarr në bibliotekën kombëtare, atëherë aktivizohet monoksidi i karbonit, në mënyrë që me nal zjarrin. Po çka nëse dikush ka qenë këtu prej punëtorëve, edhe mundet me ndodh më e keqja që me u blloku personi ose me ngul fat për shkak të monoksidit karbonit, kështu që kanë vendosur që mos me u përdor, është sistemet e reja tash kundra zjarrit, të cilat funksionojnë. Këtu janë disa prej ose krejt komplet ekzemplarët e gazetës Rilindja prej kur ka filluar me u botu. E këtu e pas kem një rilindje, normal që 49-ës pas ka, po kjo tjetra s'po di, këto cilën e kemi është 52-shënës. Edhe shur që kanë shkrujt në faqet parë gazetës Rilindja në 52-ën. Të gjithë qytetarët e vendit ton u harrojmë vjetin e ri 1952, fjalimi Marshall Titos, me rastin e vjetit të ri, do të thotë vitit të ri. Vdekja fashizmit, liri popullit. Në që, poqen. Era gazetë. Qa ka është? Këtu krejt gazetë. Nga pjesa e poshtme, ngjitemi lart tek një zonë, që librat i rikthen në jetë. Jam të bo restaurim, fletëve të librit. Në këtë rast e marrim masën, pjesë që i mungojmë edhe i plotësojmë me letra japoneze. Japoneze, për shkak kualitetit? Po, janë ato me pH neutrale, acid free edhe janë restaurimi bëhet me letra japoneze. Është punë e vështirë dhe çka përdorë, se për çka që Po, përdoren disa mjete për restaurim. Mas pari dohet me përshtat trashësinë edhe ngjyrën me letrën cilën na mungon pjesë. Pastaj ngjitsin që e përgatisim. I marrim masat edhe mundësisht jo ma tepër se sa 1-2 milimetra ja qesim pjesë që i mungoj, që sa ma pak me u dallu prej originalit. A është punë me qef kështu? Që s'ka shepi, edhe prejkë që s'ka, do të të kthehesh në kohë, 400 vjetë mrapa, 200 vjetë mrapa. Po, është një punë shumë delikate, është shumë e veçantë, që nuk e kryen njerëz tjerë. Është, për shembull, bibliotekën kombëtare është veç ky laborator për gjitha bibliotekat të Kosovës edhe e kry veçon, edhe po është e vërtet që kthehesh në kohë. Është një nostalgji për vitet, për shkronjat, për fjalët, formulimet, gjithçka është pak më e veçantë se sendit e sotme, po është edhe shumë, nashta në shumë raste edhe shumë e mirë. Se sa gjuha e sotme qysh po flitet sana, janë gjërat të artikulume shumë bukur, gjithçka është e veçantë. Tash, qëka jetu e restauru? Jam të e restauru, është liber leximi. është i vitit, tash e shohëm, për shkollat liber këndimi. Në vërtet, libra leximit marrët ju kanë thonë për klasën e 4. Cilit vëtë dhëtë me qenë kjo? Është e vitit 1938. E botu me në Tiranë. Por, për pas këti libri, na kem libra dhe shumë atë vjetër që ti kemi restauru. Cili ka qenë është ta libri ma i vjetër që ke restauru edhe që e kënash të punu edhe që njësh, kështu... Paj, libra gjitha janë shumë ma të vjetra se sa vitet 1945. Ma të reja nuk restaurojmë, se çdo gjë që përdore këto është e veçantë edhe është e kushtueshme. Materialet cilat i porosisim do të vetëm vendet cilat e kanë zhvilluar me ekonominë dhe e kanë zhvilluar me restaurimin përmet që kanë tradit në restaurim, edhe kemi probleme porosinë e materialeve.
këto gjindën në Itali, në Francë, disa i kemi bledhe në Amerikë. Pastaj kemi, këtu i kumarë dhe disa i kemi të restaurume që janë shumë të vjetra dhe janë shumë të veçanta për gjuhën shqipe, për shembull Tringëllim Asaj Bezozar. Ishin edhe vetë. Bukuresht, Po, 1905. E këto e ki restauruar të ja? Po, është restauruar. Gjithmonë Gjithmonë, po, kjo këngëlirie. Këngëlirie? Po, edhe kjo. 1898. 98. Wow, Edhe kjo në Bukuresht. Bukuresht. Kjo tjetra? Kjo është Erveheja. 1888. Po, shumë e veçantë. Shihen pjesë, duke u mundu sa ma afër originalit që mos mu vërejt, po pak vërehen, por gjithmonë duke ju përshtat me ngjyrë, me trashësit letrës, me gjithçka është e veçantë, se janë shumë brishta, janë shumë të vjetra. Po shkojmë të dëshënime interesante. Koge? Si mirë sërë. Jo, pa problem, mirë sërë. Shkami ka me la të regu diçka veçantë. Disa prej librave ose shkrimeve shumë të vjetra, që kam vlerë edhe që janë pjesë e bibliotekës. Çka ki veçu për neve? Për e këtyre që i kena veçu, kisha mujtë me thonë që kjo është Divona Gjizababës, që është autori është shqiptar, është themelusi i tarikatit Sadi, që është në Gjakovë dhe në Prizren, është i vorosën të Teqja e Marashit që në Prizren, Tyrbja gjithë besoj shumë njerëz e kanë vizituar aty. Edhe sipas tregime edhe Lisi i madh që është i mbjellur në të Marashit, thuhet që është mbjellur nga ky person. Divani është Çka divani? Çka i bën? Divani është libra i poezive. Edhe kjo çfarë vitit është? Kjo është e shënune, se ky i ka të shkruar edhe këto gjatë shënimit i ka të shkruar edhe vitet. Dikun ja nis nga viti 1702-3, ko paskoj shkruar edhe nuk është të shkruar me një vit, domethënë ko paskoj të shkruar. Ky shkruajt ky vet? E ka shkruajt vet. Ky nuk është origjinali që e ka shkruaj. Rishkrimi është në vitin 1773, nga një është të Dervish Sejfeddin i shkruhet emri, është në fund të shkruan nga Tepelena. E ka të shkruan edhe këtu, që kjo signatura atine, tash për ata që e di me lecu, Dervish Sejfeddin nga Tepelena 1773 u përfundu. Kjo është kopje e originalit. Që ka mundi me po në bibliotek, janë syzat dbacit, adem dhe masit, jashtëzakon syzat telefonit i, mobil, fletorja me numrat telefonit, personave caktum, kartela veteranit, organizata e veteranëve të luftës UÇK-s, kimika, edhe këtu, po mdo këtë është lirimi prej burgut. O pushteni e danas, do me thonë, është liru sët, 15 vjetë kër i ka mojtë burg, do të thëtë në vitin 1990, kër është liru. Sa interesant. Tjetra libra, besoj kjo një pej që kjo shumë e vjetër. Shumë e vjetër. Si libër, normal është, ndoshta si temë ose si libër nuk është shumë unike, po në vitin që është shkru, është 1747, në qytetin Sivasit. 1700? 1347, më faqë. 1347. 47, se ty më pas manë 700 vjetë, e që atë 1347 është shkru. Vepra origjinale, llogaritet diku 1190 për autorit, kjo është normal një kopje originalit, në atë ku, mund dhe me këqyrë, që shihet edhe fletat janë ma trasha, dhe shkrimi është normal ma ndryshin në atë ku që bo. Përshëndetje, mirë, jo. Qëka jetu bo kështë? Se po shoh gjypona, po shoh pej, po uzan pej, si jetu shti, po mdo? Po që kjo është puna jeme. Cila është puna jote? Që kjo unë jem libërles këtu, me profesion. Bojmë restaurimin e librave të dëmtuar, edhe njëkohësisht lidhim edhe gazetat
Po edhe librat nëse është nevoja. E që shkën kjo? U ma të regon pak. Po, kjo... Mu i me demonstru. Kjo bëhet me gjelpon normal, edhe një pej, unë veç kesh të punu. Okej, po të shojmë që shetë. Po. A ka kësi njerë se te kështë? Për momenti nuk e di a ka met në kush, ka pas në arhiv të Kosovës, tani nuk e di a ka. Qëka kur të pensionohështë? Unë kur të pensionona, uroj me pru dikan këtu, të pakten edhe nëse s'mundet unë muj me mësu, po shpresoj se do të na vjen dikush i mirë. Se kjo është një lloj zanati. Po zanat, po edhe ta ik stresin. Po shumë sa një mirë është. Edhe kush dhe me punu, po më në me vullnet, që të detyrë që e punën, për të që i haran gjitha gjonat, je i përshëndrum në punë edhe kështu që mirë. Po të lojnë ato? Yes.